është ende duke u punuar për vendosjen e dekorit për vizitën e Papës me 21 shtator. Hyrja e Tiranës është e mbushur me flamuj kombëtar dhe flamuj të Vatikanit. E berdha është përzgjedhur ngjyra për shtyllat e energjisë elektrike, ku janë vendosur flamujt e shtetit shqiptar dhe atij të Vatikanit. Ky është dekorimi i parë që do të shohë Papa Francesku pasi të zbresë në Rinas në 21 shtator. Rrugët e tjera kanë mbetur të njëjtat, derisa mbri në qendër të Tiranës. Këtu shohim të njëjtin dekor me flamuj të kuqe të verdh. Ndryshe është dekoruar bulevardi Dëshmorët e Kombit. Ashtu siç ishte lajmëruar nga Ministria e Kulturës, janë vendosur fotografi të mëdha të 40 klerikëve të vrarë gjatë diktaturës komuniste. Përgjatë bulevardit po ngrihen skena që do të shërbejnë mediave për të pasqyruar vizitën e Atit të Shenjtë. Në sheshin Nën Tereza ka përfunduar pjesa më e madhe e restaurimit. Në vend të Shatërvanit është shtruar një trotuar i gjerë. Bashkë me të pritet të ndryshojë edhe ndriçimi të gjithë zonës. Fondi për 10 milion lekë është i lëvruar nga Bashkia e Tiranës. Është përdorur edhe për pastrimin e të gjitha fasadave të ndërtesave përreth sheshit, ku janë prishur edhe lokalet që ndodhen në këtë zonë. Deri më tani të gjitha punimet për këtë vizitë historike i kanë kushtuar shqiptarëve mbi $2.5 milion.